Nana nga në qëtë pytje. Jëm një nanë prej Prishtinës. Sa herë qoj djalin ta me lujtë në park, ja veshi do dorza për mës me prek diçka se tutna që infektohet. Nanat e tjera janë shumë të pakujdesshme. Veç që i lojnë fëmijën e tyne me lujtë e me prek gjithë qka e mu infektu. Qysh mundet me ndodhë kjo s'pe kuptaj? Pa dash me paragjyku as keta. Vesh kjo si disclaimer prej meje, se nuk jam tip paragjykus. Nëse kisha qenë unë prindin këtë rast, ma shumë kisha dosh mu konë si këto nanat e dyta, që e lanë fëmijën e vetë, jo në tipin me bo gjithë shka, po fëmijën e vetë, ose fëmijët në përgjithësi, duhet me lanë mu ekspozu në dozat vogla në këto shkaktar që po i përmendim vazhdimisht. Një fëmijë pa ekspozum, një fëmijë që rrin vazhdimisht prindi duke u kujdese, një të rëzume ja fshin dorën, ja lanë dorën, nuk është metoda ma mirë për me rujtë fëmijën tanë. Okej, e runë aktualisht, ai fëmijë nuk do të jetë në atë stat jetës për gjithmonë. Ai fëmijë dikur ka me dalë prej kësaj rutinës tonë. S'mundet me Edhe nejt. imagjino një smundje që normalisht i çdosh mu kalu në fëmini, miron fëmijës tanë dikur në moshë më të ngritur. Edhe do ta ketë më vështirë menaxhimin ose kalimin e smundjes në aspektin e pasqyrës klinike, edhe do të jetë më keq psikologjikisht për to, sepse ne jemi mësuar për shembull që filan smundja kryhet kur i ki 1 vjet, e tash mund 15 vjet më ka ra. Kështu që lejimi i fëmijëve mu ekspozu në këto faktorë është shumë i rëndësishëm. Po jo vetëm në faktorët biologjik ose mikrobiologjik. I sugjeroj shumë nana me po se si trajtohen fëmijët në vende skandinave. Do thotë prindërit me shoqëri dalin me pi kafe diku, sepse ju e dini Skandinavia është pothuajse çdo herë dimër. Fëmijët me karroca i lënë jashtë mu ekspozu në të ftohtë. Sepse është një farë fjale plumi me plum lahat. Njëjtë është edhe kjo. Imuniteti kërkon rrezik. Rrezikun e sheh imuniteti dhe krijon mësim ose krijon një memorie imunologjike që kur vjen shkaktari i vërtet në dozë të madhe, unë me antitrupa jam i gatshëm i thon ndalo, mos hyn trupin e këtij fëmije, këtij personi, sepse unë kam informatë që ti je i dëmshëm për mua. Edhe nuk e prana.